Me mbarimin e festave në drejtorin e doganave në Shkup, por edhe në doganat e Kumanovës, Manastirit dhe Shtipit, do të fillojnë me punë 15 kuadro shqiptare. Zëvendës drejtori Lavdrim Veliu bëri me dije se kuadri i sistematizuar në doganat e Maqedonisë vjen nga punësimet e kryera përmes sekretariatit për realizimin e marrëveshjes së Ohrit. Edhe vitin e kaluar nga punësimet e kryera përmes sekretariatit për realizimin e marrëveshjes së Ohrit, në doganat e Maqedonisë u sistematizuan edhe 12 kuadro të tjera shqiptare. Viti 2015 ka filluar me angazhimin e 15 punonjësve të rinj shqiptar në drejtorinë e doganave në Shkup dhe njësitë rajonale të Kumanovës, Manastirit dhe Shtipit. Zëvendës drejtori Lavdrim Veliu bëri me dije se kuadri sistematizuar në doganat e Maqedonisë vjen nga punësimet e kryera përmes sekretariatit për realizimin e marrëveshjes së Ohrit. Me sistematizimin e fundit, Veliu thotë se përqindja e përfaqësimit të shqiptarëve në këtë institucion ka arritur në 14.87% nga numri i përgjithshëm i kuadrit doganor. Ndërkohë që brenda vitit 2015, në bazë të planit të aktuar paraprakisht pritet të ketë edhe prurje të tjera. Vitin e kaluar nga punësimet e kryera përmes sekretariatit për realizim të marrëveshjes së Ohrit në doganat e Maqedonisë u sistematizuan edhe 12 kuadro të tjera shqiptare. Ndërkaq për herë të parë në pikat kufitare të Republikës së Maqedonisë nga ana e drejtorisë së doganave, tabelat dhe broshurat informuese, përveç se në gjuhën maqedonase dhe atë angleze, janë vendosur edhe në gjuhën shqipe.